Banori i Big Brother VIP 5, Ilir Vrenozi, ka treguar arsyet e largimit të tij nga shtëpia këtë të mërkur. Në një intervistë për Shqipëria Live, Vrenozi ka rrëfyer se nuk po i gjente më veten të përshtatshëm brenda në shtëpi. Ai tregoi se nuk mund të insinuonte debate nga hiçi dhe se nuk ndjehej fort mirë me shëndet. Vrenozi thotë se ka krijuar një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë banorët brenda, sidomos me Stenaldon. Një muaj aty mu duk shumë. E ndava mendjen kur u futa brenda, të mos mendoja për familjen. Ajo është eksperienca më e mirë, e përjetova. Më vjen keq që përfundoi kështu. Pas 2 javësh, vajtja tek zhavori. Kisha hallin e shëndetit. Stenaldo është njeriu më i mirë që kam njohur. Ai qau më shumë se për nënën dje. Më tha nuk kam me këtë qaj tani. Aty bëhesh si i familjes, nuk dal dot nga vetja. Nuk bëj dot që të kapem kot. Disa persona e bëjnë aty. Mua më kanë dashur aty, tha Vrenozi.